Vllaznia ka fituar klasiken e basketbollit shqiptar për meshkuj ndaj Tiranës me rezultatin 85-82 në ndeshjen e zhvilluar mbrëmjen e sotdielës në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi në kuadër të javës së 15 të Superligës. Takimi u shoqërua me emocione dhe tension pas deklaratave të një dite më parë nga klubi shkodran, që akuzonte Federatën Shqiptare të Basketbollit për tentativa favorizimi ndaj Tiranës. Pavarësisht polemikave, ndeshja u zhvillua normalisht dhe tërhoqi një numër të madh tifozësh në tribuna. Tirana e nisi më mirë duke fituar periudhën e parë 17-26 dhe duke mbyllur pjesën e parë në avantazh 39-43. Në vazhdim vllaznia reagoi fort, barazoi rezultatin pas periudhës së tretë 62-62 dhe triumfoi në 10 minutin e fundit duke siguruar fitoren 85-82. Ka një ndeshje shumë e vështirë për ne, sepse pa fillu akoma ndeshja, kena pas presione të panevojshme që nuk i shoft arsyeshme, sepse ne nuk kena kanë asnjëherë problem në asnjë moment. Sollën i hoqën gjyqtarët tonë të tavolinës nga tavolina e gjyqtarisë dhe sollën gjyqtarë nga Tirana, gjatë që s'ka bë vaki. Skuadra jonë është grumullu me vonesë, tash ka hy në ritëm. Ingranazhet po funksionojnë mirë në kuptimin që lojtarët janë lidhur me njëri tjetrin dhe kanë filluar me njoft lojën e njëri tjetrit. Besoj, siç e pat edhe ju sot në fushë, dhurojmë spektakël. Kjo është fitoria më e rrallëzi për vllaznin përfshirë edhe suksesin në ligën unike ndaj PJ-s, çka e ka ngjitur skuadrën në vendin e dytë të renditjes dhe e kthen në një pretendente serioze për titull.